Hëngri vetëm patate për një muaj dhe ajo çfarë i ndodhi e la pa fjalë. Sa më e zënë të jetë jeta aq më e vështirë është të motivohesh për të ngrënë shëndetshëm. Nëse pyetni dikë për mënyrën e shëndetshme të jetesës, me siguri do të merrni shumë përgjigje. Një nga këto përgjigje ishte një 30 vjeçar i cili vendosi që të hajë vetëm patate. Ai tha se dëshiron që ta shohë ushqimin vetëm si karburant dhe jo si diçka që të kontrollon jetën, dhe kjo e shtyu vetëm që të konsumonte patate. Një muaj pasi hëngri vetëm patate, humbi 22 kg, por a është kjo dietë me patate një ide e mirë? Duket se doktorët e tij mendojnë kështu. Kjo për shkak se patatet janë të pasura me kalium, vitaminë C dhe gjithashtu me fibra. Por doktorët thonë se patatet kanë mangësi për shkak se nuk ofrojnë mjaftueshëm proteina, kalcium ose vitamina A, E dhe K.